Si mendon që do zhvillohet kjo historia e këtij trekëndëshi në Big Brother? Do i lëri Jozi më shumë hapësirë Olos? Mendon që mund të ketë një ribashkim të çiftit Loredana Jozi? Tani, është katërkëndësh, se është edhe Laerti ishte, është diku andej, por pra po bëhet 5 këmbësh, se futet edhe Valbona. Edhe Valbona, pastaj po bëhet shumë e madhe, por mendoj që për mendimin tim prap gjithmonë, mendoj që është shumë e humbur si rast me Jozin dhe Lorin dhe besoj se Lorit nuk i intereson dhe nuk ka nevojë për një partner si Jozi. Të paktën nga historia që kemi parë. Mendon që do të ketë një ribashkim? Mund të ketë një ribashkim sepse unë të paktën anën e Loredanës e kam parë shumë të sinqert dhe në një farë pikë edhe Jozi më zhdukur i sinqert. Se çfarë lloje po bën tani, ndoshta për vëmendje, ndoshta për të ngritur veten ose për të ngritur Loredanën, nuk e di, por e kam parë pak me ndjenja dhe Jozin, nuk mund ta mohoj këtë. Pavarësisht se s'di të shprehet dhe pavarësisht se bën ato gafat e veta, nuk mendoj që e ka patur. Dhe po ta shohim edhe në Instagramin e vet, Jozi e ka akoma foton me Loredanën të martesës, kështu që diçka ka patur. Thjesht mendoj që Jozi është personi tipik, mashkulli tipik që e fut në hije femrën në një marrëdhënie. Pra nuk e le të lulëzoj, ndërsa një marrëdhënie e shëndetshme të dy duhet lulëzojnë. Sidomos femra.